Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Etapa e dytë, mbledhja e Kur'anit në kohën e Uthman ibn Affanit. Arsyeja ishte tjetër tani. Cila ishte? Shkaku që është Uthmani për mbledhjen e Kur'anit është ndryshimet dhe kundërshtit në mënyrën e leximit të Kur'anit, që u shfaq ndërmjet muslimanëve në atë kohë. Si, qysh? Do ta mësojmë. Ndërsa shkaku i mbledhjes së Kur'anit në kohën e Abu Bekrit, radhiyallahu ta'ala anhu, cili ishte vrasja e shumë memorizuesve, hafizave të Kur'anit. Prandaj, qëllimi i Uthmanit për mbledhjen e Kur'anit ishte shkrimi apo regjistrimi i tij vetëm sipas formës, sipas një forme, duke përjashtuar dallimet e tjera të shqiptimit që lejoheshin në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam për arsye praktike. Si kur filluan mosmarrveshjet ndërmjet muslimanëve për leximin e Kur'anit, sepse disa lexonin sipas një mënyre, disa të tjerë lexonin sipas një tjetër mënyre, pra i lexonin të njëjtat ajete sipas jo në të njëjtën mënyrë. Atëherë Uthman ibn Affani radhiyallahu ta'ala anhu, për të larguar mosmarrveshjet dhe për të ruajtur unitetin e muslimanëve edhe në këtë gjë të rëndësishme dhe për të shmangur përçarjet, mblodhi një komision të udhëhequr nga sahabi nderuar Zeid bin Thabit prap radhiyallahu ta'ala anhu, për të përpiluar një version standard të Kur'anit. Qëllimi me standard është gjuhë, si me thënë, zyrtare, pa dialektet popullore për shembull e tjerë. Por të jetë standard. Duke përdorur kryesisht dialektin e Kurejshve, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ishte prej tyre dhe shumë ose pjesa më e madhe e Kur'anit zbriti në dialektin e Kurejshve. Dhe urdhëroi Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu të shkatërroheshin apo të eliminoheshin, të digjeshin të gjitha kopjet e tjera të Kur'anit që nuk ishin në formatin e tij standardi. Pra, Uthman ibn Affani standardizoi tekstin e Kur'anit në një formë të vetme letrare dhe shqiptimi, duke përjashtuar leximet e tjera të lejueshme më parë. Ai e mblodhi Kur'anin me këtë renditje të sureve që kemi sot. Pra është trashëguar. Por, edhe pse bëri këtë gjë në shkrim, Uthman ibn Affani radhiyallahu ta'ala anhu vazhdoi ta lejojë edhe për një farë kohe mënyrat e leximit të Kur'anit ndryshe nga ai standard që zgjodhi. Dhe jo që e krijoi Uthmani, por që e zgjodhi, sepse ekzistonte ai standard nga profeti sallallahu alaihi wasallam, Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu. Para kësaj, pra kësaj pune të Uthmanit, kopje nga Kur'ani ishin në gjuhë dhe lexime të ndryshme, të lejuara nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe që ishin ndryshime në shqiptim, pra njëta fjalë shqiptojnë ndryshe, ndryshe nga disa, në fjalë dhe forma gramatikore e tjerë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna hadha al-Qur'an unzila ala 7 ahruf. Faqra'u ma tayassara min." Vërtet, ky Kur'an është shpallur sipas 7 ahrufeve,
Prandaj lexoni prej tij atë që ju është më e lehtë. Cili është kuptimi me 7 harufat? Dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme, të shumta, lidhe me këtë gjë. Por një mendim i rëndësishëm, i përkrahur gjerësisht, dhe ndoshta ky është më i saktë në interpretim, është ai që ka dhënë Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, rahimahullah, që ka ndruar jetë në vitin 224 të Hijrit. 224 të Hijrit. Ka thënë 7 harfet, mënyrat, nënkuptojnë, gjojeni mirë të, 7 dialekte të ndryshme. 7 dialekte të ndryshme që gjenden të shpërndara në pjesë kuranore. Pra Kurani nuk ka vetëm një dialekt. Dhe thot, një pjesë e tij është në dialektin e Kurejshve, fisin nga i cili rrithte profeti alayhis salatu wasalam. Një pjesë në dialektin e Hudhailit, fis tjetër arab. Një pjesë në të Khawazinve, një fis tjetër arab. Një pjesë në dialektin e Yemenit. Dhe kështu me radhë edhe nga fiset e tjera arabe. Pra janë dialekte të përfshira, të gjendura në atë që tha profeti alayhis salam, 7 mënyra e harufe. Dhe nuk është qëllimi me fjalën e profetit alayhis salam 7 mënyra, nuk është qëllimi që çdo fjalë apo ajet të ketë 7 mënyra leximi. Jo, por qëllimi është të tregoj që në tërë të Kur'an ka 7 dialekte. Ka 7 dialekte. Për këtë mendim, ata mbështeten në fjalën e Uthmanit kur urdhëroi shkrimin e mushafeve dhe i tha Zeidit, ajo në të cilën ju dhe Zeidi, pra i drejtuave sahabëve të ishin komision, nuk pajtoheni, pra për mënyrën si ta shkruani, këtë zgjidhni ndarto, këtë zgjidhni sepse ai ekzistonte, shkruajeni, pra zgjidhni sipas dialektit të Kurejshve, sepse shumica e shpalljes ka zbritur në gjuhën e tyre. Ibn Abbas ka treguar se kuptimi i disa fjalëve ishte i paqartë, derisa dëgjoi arab të tjerë të përdorin ato. Ibn Abbas ishte Kurejsh, nga Kurejshët. Por kishte fjalë në Kur'an që për të ishin pa njohura. Pse? Sepse ishin nga dialekti i fisit popullit të tij. Siç ishte fjala Fatir, për të cilën akoma nuk e dini derisa dëgjoi arab nga Kurejshët që e përdorën dhe kuptoi kuptimin e saj. Po ashtu edhe Umri radhiyallahu ta'ala anhu pati paqartësinë për disa fjalë, sepse nuk ishin nga Kurejshët, sepse edhe Umri ishte nga Kurejshët, por ishin dialekte të fiseve të tjera arabe, derisa një arab ja tregoi duke u bazuar në një varg poezie. Kjo tregon, thon dietarët, se Kur'ani përmban disa dialekte përveç atij të Kurejshve, edhe pse shumica e pjesa më e madhe e tij ka zbritur në gjuhën e tyre. Dhe nuk ka dëshmi të prerë që i gjithë Kur'ani ka zbritur në dialektin apo gjuhën e Kurejshve. Pra të themi që i gjithë Kurani nga fillimi në fund është vetëm në dialektin e Kurejshve. Jo. Ndërkohë që Allah subhanahu wa taala thot, inna anzalnahu Qur'anan arabiyya. Vërtet ne kemi zbritur këtë Kur'an në gjuhën arabe. Dhe gjuha arabe përfshin dhe fiset e tjera. Arabe përfshin dhe dialektet e tjera, nuk është specifike apo e veçantë vetëm për Kurejshët. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ky Kur'an ka zbritur në 7 ahrufe, dialekte, dhe lexoni prej tij çka keni më të lehtë, pra në përzgjedhjen e fjalës. Për shembull, në të njëjtin ajet, disa sahabe kanë dëgjuar profetin alayhi salatu wasallam që për fjalën eja të thotë ta'al. Dhe të tjerë për të njëjtin ajet dhe për të njëjtën fjalë kanë dëgjuar të thotë halumma. E kanë dëgjuar,
profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe të dyja janë korrekte. Dhe nuk ka ndryshim kuptimi këtu. Të dyja janë korrekte dhe të dyja përmbajnë të njëjtin kuptim. Edhe pse fjalët janë të ndryshme, por kuptimi është i njëjtë. Prandaj tha profeti alayhis salam, lexoni çfarë jeni më të lehtë. Pra kush fisë ka më të lehtë fjalën helume, lexon helume. Kush e ka më të lehtë ta'ala, lexon ta'al. Ja. Dhe ky ishte urdhër, thon dietarët, për lehtësim dhe jo imponim. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam po ju dhëzon në këtë hadith shokët e tij që të lexojnë Kur'anin sipas mënyrës që ju është më e lehtë, duke treguar tolerancën që lejoi Allahu azza wa jall në fillimet e zbritjes së Kur'anit, fillimisht. Duhet dim se dialektet e ndryshme arabe nuk ishin pengesë për t'ju afruar Kur'anit. Përkundrazi, ato u përfshin, u standardizuan në mënyrë të kontrolluar. Gjithashtu, disa lexime të ndryshme janë të autorizuara nga vetë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe kanë arritur në ditët tona përmes kiraeteve të sakta. 10 kiraete që njihen janë të sakta. E bën qartë këto rreshta hadithi profetit alayhis salatu me cili thot: "Aqra'ani Jibril al-Quran ala harf. Faraja'tuhu falam azal astaziduhu fayuziduni hatta intaha ila 7 ahruf." Jibrili ma mësoi Kur'anin në një harf, pra në një dialekt, në një variant, vetëm në një. Pastaj e rishikuam bashkë, thot profeti alayhis salam, dhe unë vazhdova t'i kërkoj që të ma shtonte, pra dialektet, format e dialekteve t'i shtonte, variantet e leximit t'i shtonte, dhe ai vazhdoi të ma shtonte derisa arriti në 7 ahruf harfe, mënyra. Në 7. Si ta kuptojmë këtë hadith? Hadithi tregon mënyrën se si Kur'ani i është shpallur profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kuptimi me harf apo ahruf është ajo që tha më parë, pra dialekte, dallime të vogla në shqiptim, fjalë të ngjashme në kuptim, pra të njëjta në kuptim, ose forma gramatikore sipas dialekteve të fisëve arabe. Standardi ishte i njëjtë, por kishte dallime në dialektet. Qartë inshallah? Tu kemi një çështje, e përmendim këtë sepse përmendet në disa libra, por kryesisht përmendet edhe nga rafidat, që kanë me këtë gjë synim që të cënojnë autenticitetin, saktësinë e Kur'anit. Pse Uthmani radiallahu ta'ala anhu nuk janë ngarkoi këtë mision Abdullah ibn Mas'udit? Lind pyetja, pse pikërisht përmendim Ibn Mas'udin? Po, sepse vin disa transmetime që janë fare të sakta, janë të pa baza, që gjoja Uthmani radiallahu ta'ala anhu e rrahu Ibn Mas'udin rënd. Sepse Ibn Mas'udi kishte kopje nga Kur'ani që nuk ishin në standardin që vendosi apo përzgjodhi Uthmani, Dhe kur Uthmani urdhëroi që të digjeshin të gjitha kopjet që nuk i përkisin ti standardin, sepse cili ishte qëllimi, që të unifikoheshin muslimanët në leximin e Kur'anit, fillimisht Ibn Mas'udi këmbguli dhe nuk pranoi. Dhe Uthmani rrahu, thon ata, gjë që nuk është fare vërtet. Prandaj e cekim këtë çështje, e përmendim këtë çështje.
Imam Dhahabiu rahimahullah në një nga librat e tij të famshëm ka thënë, Abdullah ibn Mas'udit nuk i erdhi mirë që kjo çështje nuk ju dha atij. Pra nuk ju ngarkua atij, por dikujt që ishte në moshën e djalit të tij, sepse Zeidi ishte 22 vjeç atro. Ishte i ri. Dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam e ka lavdëruar mënyrën e leximit të Kur'anit të Ibn Mas'udit kur thotë: "Men sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra'ahu ala qira'ati Ibn Ummi Abd." Kush dëshiron ta lexojë Kur'anin ashtu i freskët dhe i pastër, siç është zbritur, le ta lexojë sipas mënyrës së leximit të Ibn Ummi Abdit. Bëhet fjalë për Abdullah ibn Mas'udin. Por, thon dietarët, Ibn Mas'udi nuk ishte në Medinë atëpra, ishte në Kufe. Pra larg në Irak. Gjithashtu Zeid bin Thabit ishte nga ata që e regjistronin pjesët kuranore që zbrisnin në kohën e profetit alayhis salatu wasallam. Pra ishte nga ata, nga ai grup sahabësh që profeti alayhis salatu wasallam i cartonte, i kishte cartuar si detyrë që kur zbrisnin sure dhe ajete i thërriste që t'i shkruanin këto pjesë. Dhe pra ishte i ditur Zeidi për këtë gjë. Ndërsa Ibn Mas'udi, thon dietarët, ishte i lavdëruar për leximin e Kur'anit. Për leximin e Kur'anit. Të mos harrojmë edhe faktin tjetër që Zeid bin Thabit para se ta zgjidhte Uthmani e zgjodhi Ebu Bekri. Radiallahu ta'ala në zgjodhi Ebu Bekri. Prandaj dhe Uthmani eci në gjurmët e Ebu Bekrit. Dhe ja caktoi të detyrë atij të i cili pati besim Ebu Bekri. Radiallahu ta'ala në dhe Umar dhe e pati një përvojë Zeidi në lidhje me këtë gjë. Dhe tham që nuk është e vërtet që Uthmani e ka rrahur, pati refuzime fillimisht nga ana e Abdullah ibn Mas'udit, sa që ai nga Kufa erdhi në Medinë entras për të çështje, i revoltuar, por kur e diskutoi me sahabë të mëdhenj, pra elit të sahabëve, e kuptoi të drejtën dhe e pranoi përzgjedhjen e Uthmanit radiallahu ta'ala anhu, dhe nuk pati ndërmjet tij dhe Uthmanit mëri. Por Ibn Hajar në një nga librat e tij El-Isabe sjell një lavdërim të Ibn Mas'udit për Uthmanin radiallahu ta'ala anhu, thotë: "I dham besën më të mirit nga ne dhe kjo nuk ishte gabim." Pra lavdëron Uthman ibn Affani radiallahu ta'ala anhu. Lind pyetje që ne cekëm pak, por për ta zgjeruar më shumë: a regjistrohej Kur'ani në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam? Përgjigjja është po. Kur zbriste diçka nga Kur'ani, profeti sallallahu alaihi wasallam thërriste dikënd nga shkruajtësit e tij dhe urdhëronte që ta shkruante atë pjesë. Siç përcjell Al-Bara ibn Azib radiallahu ta'ala anhu, se kur zbriti ajeti la yastawil qa'iduna minal mu'minin deri në fund, nuk janë të barabartë ata që qëndrojnë në shtëpitë e tyre për besimtarëve me ata që dalin në luftë e tjera ajeti. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Më thërrisni mua Zeid bin Thabit. Le të vijë ai me lauh." Lauh ka për qëllim mjetin ku shkruhej. Mund të ishte lëkur, mund të ishte pllak druri e tjerë. Dhe kock, shpatull, ka për qëllim është kock, në cilën mund të shkruhej. E gjerë, kock e gjerë mund të shkruaj. Dhe i tha më pas Zeidit: "Uktub, shkruaj." Pra shkruaj këtë që unë do të them të. Dhe
Pse nuk u mblodhi tërë Kur'ani në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam? Arsyet janë sepse nuk kishte nevoja për diçka të tillë, pasi profeti alaihi salam ishte prezent dhe nëse sahabët do të harronin diçka apo do të ishin pa qartësi për diçka, pyesnin profetin alaihi salatu wasallam. Tjetër arsye është se profetit alaihi salatu wasallam vazhdimisht i zbrisnin ajete dhe sure nga Kur'ani. Dhe kishte prej ajeteve që shfuqizonin ajete të tjera. Kishte prej ajeteve që anullonin apo shfuqizonin ajete të tjera. Kur'ani, tjetër arsye është, nuk zbriti për një herësh, por pjesë. Dhe renditja e sureve sipas rendit historik të zbritjes së tyre është ndryshme. Pra, surët që kemi në Kur'an sot të renditura nuk janë të renditura në bazë të rendit historik të zbritjes së tyre, por në një tjetër mënyrë që do ta sqarojmë më vonë. Dhe nëse do të bëhej për mbledhja të Kur'anit në një vëllim, në një libër të vetëm, atëherë kjo zbritje që ishte e pjesshme, pas kohë njëra pas tjetrës e tjerë, do të bënte që vazhdimisht të kishte ndryshime në tekst. Vendos fillimisht këtu, pastaj fut të ajeti ndërmjet këtyre dy sureve, të tyre ajeteve tjera, pastaj të tjetër, pra vazhdimisht do pësonte ndryshime teksti. Gjë që mund krijonte konfuzion tek sahabët dhe sidomos tek ata që po e mësonin Kur'anin përmendësh, pra nuk do të arrinin të fiksonin dot renditjen e ajeteve, sepse do të pësonin vazhdimisht ndryshime në renditjen e tyre. Prandaj vim te çështja tjetër, përsa i përket renditjes së ajeteve, kush e përcaktoi këtë gjë? A është nga profeti sallallahu alaihi wasallam apo nga sahabë dietar? Jo sureve, ajeteve. Është përcjell ixhma, pra dakordësi e plot, pa kundërshtim ndërmjet dietarëve se renditja e ajeteve është me përcaktimin e profetit sallallahu alaihi wasallam, siç përcjell dhe argumentet për të janë plot. Ne nuk do përmendim gjitha, por aq sa na mjaftojnë për ta kuptuar drejt dhe për ta besuar drejt. Përcjellet nga Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu se ka thënë: I thash Uthman ibn Affanit, ajeti në surën Al-Baqara, walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj. Ata për jush të cilëve ju është afruar vdekja dhe kanë gra për të lënë pas, duhet t'u lënë atyre grave në testament mjetet për të jetuar një vit pa i bërë që të dalin nga shtëpia. Thot Abdullah ibn Zubair, i thot Uthmanit, ky ajet është shfuqizuar me ajet tjetër, prandaj të mos e shkruajmë, sepse nuk ka më rol efekt ligjor. Nuk ka më efekt ligjor. Nuk është më rregull fetar. Prandaj nuk ka dobi mos e shkruajmë. Çfarë tha Uthmani? O djali vëllai tim, nuk ndryshoj asgjë nga vendi i saj. Pra nga vendi që është përcaktuar. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ja lexonte sahabëve Kur'anin dhe ja lexonte normalisht ajetet në renditjen e përcaktuar prej tij. Cili ajet e anulloi këtë? Dakord, qëra ajeti e anulluam. Ajeti në surën An-Nisa, ajeti i mirathit, trashëgimnis, ku Allah subhanahu wa taala tregon sa merr gruaja kur i vdes burri, kur ka fëmijë dhe kur nuk ka fëmijë. Ai është ajeti. Dakord, por renditja e sureve a është me përcaktimin e profetit alayhi salatu wassalam apo ijtihadin, përpjekjen e sahabëve? Dietarët kanë dhënë dy mendime. Shumica e dietarëve thonë që është me ijtihadin e sahabëve renditja e sureve.
ndërto Imam Malik dhe dietar të tjerë. Ka thënë Ibn Hajar, Allah më shiroft, renditja e disa sureve apo pjesës më të madhe të tyre nuk përjashtohet që të jetë me urdhër nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra edhe pse themi që shumica e dietarëve thonë që është me ijtihad, por prap nuk përjashtohet mundësia që një pjesë e sureve të jetë renditur vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Nga gjërat që tregojnë se renditja e tyre është me urdhër nga profeti sallallahu alaihi wasallam është edhe ajo që transmeton Imam Ahmedi dhe Imam Abu Daudi nga Awas bin Hudhaifa, i cili ka thënë: ne i pyetëm shokët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam si e ndani Kur'anin, pra në lexim apo në namazin e natës. Ata thanë: e ndajmë në 6 sure, pastaj në 5 sure, pastaj 7 sure, pastaj 9 sure, pastaj 11 sure, pastaj 13 sure dhe pjesa e mufassalit, kuptimi me mufassal, suret e shkurtra që janë në fundi, prej surës Qaf e deri në fund. Kjo fjala prej surës Qaf e deri në fund, çfarë do të kupton? Renditje. Nuk kupton? Renditje. Kjo, thot Ibn Hajar, tregon se renditja e sureve, ashtu siç është sot, ka qenë në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ka mundësi që ajo ishte renditur në atë kohë të qenë vetëm pjesa e mufassalit ndryshe nga pjesët e tjera pra. Kjo pjesë mund të qenë thotë që në kohën e profetit alayhi salatu wassalam. Qartë inshallah? Pra për ta përmbledhur, Kur'ani u mblodh në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, duke u marrë nga pllakat e drurit, gurit, gjethet, lëkurat, kockat, ku shkruhej atë kohë, u bën bashk. U mblodhi tëri bashk. Dhe shkaku ishte frika e humbjes së një pjesë të tetëseve kuranore për shkak të vdekjeve apo vrasjeve të shumta të hafizve të Kur'anit në xhihad, në luftra. Dhe u realizua kjo gjë në mënyrën më të mirë nga Zeid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Ndërsa në kohën e Uthmanit lindi një tjetër nevojë dhe një tjetër mënyrë e mbledhjes së Kur'anit, jo si tekst, sepse si tekst ishte, por si mënyrë leximi. Sepse fillimisht kishte tolerancë nga ana e Allahut subhanahu wa taala në leximin e Kur'anit, pasi arabët po hynin në Islam. Dhe secili fis kishte dialektet e veta. Dhe në mënyrë që të kuptohej mesazhi i Kur'anit dhe të ruhej ai afrimiteti me Kur'anin, u tolerua kjo gjë nga ana e Allahut subhanahu wa taala dhe nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Por kur më vonë këto mënyra të leximit të Kur'anit mund të bëshin shkak për përçarje midis muslimanëve, atëherë Uthman ibn Affani radhiyallahu ta'ala anhu vendosi që të standardizoj një mënyrë në leximin e Kur'anit, jo duke e krijuar ai këtë mënyrë, por duke e përzgjedhur nga ato që ekzistonin. Pra nuk solli diçka të re nga vetja e tij apo diku tjetër, jo, por nga ajo që gjendi. Dhe eliminoi të tjerat. Për shembull, tham që Ibn Mesudi kishte një kopje të Kur'anit dhe Ibn Mesudi nuk ishte Kureshi, ishte nga fisi Hudhejl dhe kishte me dialektin e Hudhejlve. Ndërsa Uthman ibn Affani kërkonte të ishte një dialekt që t'i bashkonte të gjithë muslimanët, dhe ngriti një komision. Dhe të komision e drejtonte njeriu me përvojë dhe tepër i ditur, sahabi i nderuar Zeid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili e përmbushi të mision në mënyrën më të mirë. Tha profeti alayhi salatu wassalam, sa që ka pas prej një herë Ibn Mas'ud, Umari radhiyallahu ta'ala anhu thot: e dëgjova Hisham ibn Hakimin duke lexuar surën Al-Furqan,
ndryshe nga mënyra që ma kishte mësuar mua profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe unë u bëra gati ta ndërpres atë me një herë për i revoltuar, por e përmbajta veten dhe kur ai e mbaroi leximin, e kapa nga rroba dhe e çova te profeti alayhi salatu sallam dhe i thash: "O i dërguari i Allahut, e dëgjova këtë duke lexuar surën El Furqan, ndryshe nga ajo që ma mësove ti mua." Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Lëshoje." Akoma e mbante Umeri, ishte xhelos profeti, dhe i tha Hishamit: "Lexoje." Pra ta dëgjoj. Ai e lexoi ashtu siç e kishte dëgjuar unë më parë, thot Umeri, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Kështu është zbritur." Pra ja miratoi leximin. Më pas më tha mua, thot Umeri: "Lexoje ti." Unë lexova dhe më tha edhe mua: "Kështu është zbritur." Pra dialektet e pranuara. Dialektet e pranuara. Ky Kur'an, tha profeti alayhi sallam, është zbritur në 7 harfe, pra forma, mënyra, dialekte. Në hadithin që përmendëm më parë, tha profeti alayhi sallam, Xhibrili ma lexoi në një harf, në një mënyrë. Unë i kërkova të ma shtonte derisa arriti në 7 dialekte. Pra dhe leximi i Hishamit dhe leximi i Umerit ishte brenda këtyre dialekteve. Brenda këtyre dialekteve. Prandaj tha profeti alayhis salam, lexoni prej tij atë që ju është lehtësuar juve. Siç e dimi, janë 10 tjera ajete, lexime të Kur'anit, mënyra të përcjella të sakta nga profeti sallallahu alaihi wasallam, pra që i ka lexuar gjitha profeti alayhis salatu wasalam. Dhe transmetimi i tyre është me mutawatir, për me zinxhir të madh. Kurani ka zbritur në gjuhën e Kurejshve dhe të atyre që bandonin pranë tyre nga arabët, pra i ka përfshirë edhe këta dhe ata. Siç ka transmetuar Ibn Hajar nga Abu Shame, dhe më pas Allahu Azza wa Jall e zgjeroi çështjen dhe e zbriti Kur'anin në 7 forma të lejueshme për lexim. Hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam Xhibrilin. Dhe nuk ishte një lexim të veçantë për Kurejshët. Edhe vetë Kurejshët për të njëjtën fjalë kanë dialekte. Edhe vetë Kurejshët për të njëjtën fjalë kanë dialekte. Disa nga Kurejshët lexonin sipas një leximi, e disa të tjerë sipas një leximi tjetër, secili lexonte sipas asaj që kishte marrë nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Këtë tregon edhe hadithi në 2 sahihet në historinë e Umerit me Hisham ibn Hakim në leximin e surës Al Furqan, dhe të dyve profeti alayhi salatu më tha, kështu është zbritur. Prandaj tjera ajetet, për shembull, nga tjera ajetet më të përhapura është Hafs që lexohet në një pjesë të madhe të lindjes mesme dhe në Ballkan. Tjera tjetër është Warsh, që lexohet në Afrikën Veriore dhe poshtë saj. Është i përhapur dhe ty. Është tjetër Qalun e tjerë. Të gjitha ato tjera ajete kanë nga ato forma, nga ato dialekte që i lexohen, që u mësoi profeti alayhi salatu wasallam sahabëve të tij. Sahabëve të tij. Prandaj vëllezër, duhet bëjmë të ta kuptojmë drejt të çështje, sepse ka nga pabesimtarët, dhe kjo është arsyeja që më shtyu për një temë tillë. Dëgjova në një video një prift krishter, evangelist më duket, nga Anglia, videot ishte për këtë me shqip, që thoshte se varianti i Kuranit që kanë muslimanët nuk është i profetit Muhammed alayhis salam themi ne normalisht, por i Uthmanit. Pra është varianti i Uthmanit. Ndërkohë që ne përmendëm dhe kuptuam se Uthmani radhiyallahu anhu thjesht bëri përzgjedhje nga ajo që gjendej. Thjesht bëri përzgjedhje, standardizoi diçka që gjendej dhe nuk solli diçka të re apo jashtë formave dhe dialekteve që atë ishte mësuar
Kur'anin profeti alayhi salatu wasallam sahabëve të tij. Dhe fillimisht lejohej që kishte tolerancë në dialektet e leximit të Kur'anit, për shkak se fiset arabe ishin dialekte ndryshme dhe u duhej të kuptonin mesazhin, të merr të kuptonin tauhidin, të mësonin fen, dhe më pas kjo gjë filloi të standardizohej, Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka